Merrni vaj ulliri dhe e përdorni në këtë mënyrë, nuk do të vuani kurrë nga këto 8 probleme. Vaj ullirit është pa diskutim mbreti i tryezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme në dietën mesdhetare. Ai përmban fenole sterile dhe acide yndyrore të cilat janë gjithashtu si acidi lineolik dhe palmitik, acidi oleik dhe yndyrnat esenciale për një shëndet të mirë, duke që nëse është lehtësisht i tretshëm. Vaj ullirit mund të konsumohet para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në gatime të ndryshme në sallata, por ajo se çfarë jep vaj ullirit çdo ditë stomakut tuaj duke u konsumuar esëll, do të jetë vërtet e veçantë për të mirat që ai bart për organizmin. Vaj ullirit është një nga mundësitë më të çmuara për të pasuruar dietën tuaj, dhe shtimi i tij vazhdimisht në dietën tuaj në mënyrë të rregullt do të japë rezultate fantastike për mbrojtjen e organizmit. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që vaj ulliri do t'japë në shëndetin tuaj nëse e konsumoni esëll. Në qoftë se vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies ose keni edhe probleme me konstipacionin, duhet të provoni këtë truk. Të pini një lugë gjedhe me vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore të vajit të ullirit mbrojnë qelizat dhe përmirësojnë ndjeshëm funksionet e sistemit tretës dhe gjithashtu mbajnë larg konstipacionin dhe problemet e tij. Në këtë mënyrë, pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit do të jetë një mundësi e çmuar për të përmirësuar organizmin dhe për të mbajtur larg edhe komplikacionet. Ndaj, mos nguroni ta keni pjesë të dietave tuaja. Ushqen fytyrën e thatë, trajton aknet dhe rënien e flokut. Vaj ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në regjimin tuaj ushqimor, pasi, sidomos nëse keni lëkurën të thatë dhe pa jetë. Mjafton edhe të masazhoni me pak vaj ose të kombinoni atë me të verdhën e vezës, pure karrote dhe të krijoni një maskë për fytyrën, e cila do t'japë rezultate fantastike kundër problemeve të rrullave. Vaji i ullirit është një element ushqyes edhe për shëndetin tuaj të mëlçisë, duke dhënë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të saj. Mëlçia është ndër organet më të rëndësishme të sistemit tonë tretës. Ajo kryen disa funksione, metabolizon të gjitha elementet ushqimor siç janë yndyrnat, proteinat, karbohidratet, vitaminat, kripra minerale e të tjera. Prodhon substanca për të përthithur edhe vitaminën K. Ndihmon edhe për përthithjen e vitaminës A dhe beta-karoten. Gjithashtu, prodhon enzima për të tretur ushqimin, funksionon si detoksifikues për të larguar lëndë toksike që janë të marra nga ushqimi ose janë prodhuar gjithashtu në aparatin tretës. Çdo organ do të përfitojë nga konsumi i vajit të ullirit, ndaj konsumi i tij është i mirë edhe për shëndetin e mëlçisë. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në regjimet tuaja ushqimore, sidomos nëse vuani nga diabeti. Madje, sipas mjekëve, duhet të konsumohet vetëm ushqime të gatuara me vajin e ullirit në mënyrë që të mbani konstant luhatjet e sheqerit dhe të përmirësoni ndjeshëm çështjet tuaja imunitare. Vaji i ullirit është një element i çmuar i organizmit dhe konsumi i tij në dietën e rregullt dhe brenda normës do t'japë veti fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt, pirja e tij do ju lejojë të merrni maksimumin e përfitimeve. Njihet për efektet pozitive që ka për shëndetin tuaj të zemrës, për mrekullinë që bën në trup, madje edhe përtej saj. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi të paktën një lugë e gjelle me vaj ulliri çdo mëngjes. Do të përmirësojë duken e lëkurës suaj. Vaji i ullirit është një nga përbërësit thelbësor në shumë produkte kozmetike, duke dhënë rezultate fantastike për duken e lëkurës. Redukton skuqjen gjithashtu dhe entjen dhe mund të ngadalësojë gjithashtu edhe shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka fuqi të mira antibakteriale, gjithashtu edhe shërben si një disinfektues natyral, duke përmirësuar dukjen e lëkurës suaj. Vaji i ullirit ndihmon edhe me shëndetin për të humbur kilogramët e tepërt. Shumë studime kanë zbuluar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur edhe me vaj ulliri ka efekte të mira pozitive për peshën e trupit. Më shumë se
180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar, të cilët treguan se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata në humbjen e kilograme të tepërt të trupit. Vaji i ullirit është një produkt fantastik edhe për shëndetin tuaj të trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit, citon Brightside. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Alzheimeri mund të prekë gjithashtu sidomos moshat e thyera. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit në dietën e tyre të rregullt do të kenë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të kujtesës edhe me kalimin e viteve. Vaji i ullirit është një element kyç për të pasur gjithashtu edhe kocka më të forta. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit të cilët do vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim kryesor i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden me shumicë të vajit të ullirit ndihmojnë gjithashtu kundër ngurtësimit të nyjeve dhe dhimbjeve të kyçeve dhe japin rezultate fantastike në fuqinë e tyre. Vaji i ullirit është një produkt shumë i mirë që zvogëlon edhe inflamacionin. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe me ushqime të tjera të pasura me yndyrna omega 3 zvogëlon inflamacionin në trupin e njeriut. Nga ana tjetër mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara kryesisht nga inflamacioni. Vaji i ullirit është një produkt pozitiv edhe për shëndetin më të mirë të zorëve. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në stomak mund të shkaktojnë probleme të ulçrave. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakterie dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj i ullirit çdo ditë në dietën tuaj mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar shëndetin e zorëve dhe për të mbajtur larg komplikacionet e tyre. Në qoftë se vuani nga fryrjet e stomakut pas ngrënies, ose edhe keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni këtë truk, të pini një lugë gjedhe me vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore të vajit të ullirit dhe vitaminat e tij do të mbrojnë qelizat dhe do të përmirësojnë ndjeshëm gjithashtu edhe funksionin e sistemit imunitar. Ndaj pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit në këtë aspekt do të japë rezultate fantastike për mbrojtjen e organizmit. Vaji i ullirit ushqen fytyrën e thatë, trajton aknet dhe ndihmon edhe kundër rënies së flokut. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në rutinat tuaja të bukurisë, sidomos nëse ndjeni lëkurën të thatë dhe me probleme të shëndetit të saj. Mjafton një masazhim i thjeshtë me pak vaj ulliri ose i kombinuar me të verdhën e vezës, pure karote ose vaj kokosi dhe fytyra juaj menjëherë do të marrë përfitimet kryesore nga konsumi i saj. Vaji i ullirit është një produkt i cili do të japë rezultate cilësore për reduktimin e tensionit të lartë. Falë përmbajtjes së lartë të polifenoleve dhe acideve oleike, vaji i ullirit ndikon pozitivisht në reduktimin e tensionit të lartë të gjakut. Ndaj, duhet të konsumoni të paktën një lugë vaj në ditë për të parandaluar problemet e hipertensionit. Sistemi i tretës është i pari që do të përfitojë nga konsumi i vajit të ullirit në dietën tuaj të rregullt. Vaji i ullirit do të mbrojë shëndetin e stomakut duke reduktuar kështu edhe aciditetin e tij dhe duke dhënë rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Vaji i ullirit do të përmirësojë edhe thithjen më të mirë të kalciumit dhe të magnezit, të cilat janë rezultate fantastike për të përmirësuar shëndetin tuaj. Vaji i ullirit parandalon problemet e zorrës së trashë, të zemrës dhe kolesterolit të lartë dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt sigurisht që do të jetë një aleat i çmuar për organizmin tuaj. Vaji i ullirit është një aleat i çmuar për shëndetin e lëkurës dhe parandalimin e këtyre komplikacioneve. Sigurohuni ta keni pjesë prezente të dietës suaj vajin cilësor në mënyrë që të merrni këto përfitime dhe të mbani larg komplikacionet në shëndet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.